Nëse qënë salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, vëllezër të dashur, Allahu subhanahu wa taala t'jep të mira. E para, çlin gjunohe. E dyta, t'jep sevape, edhe e treta, ta ngrit pozitën në xhennet. Thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Enes ibn Malik radiallahu anhu, ku thot pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, man salla alayhi salatan wahida, ai cili ma qënë mund një salavat, njëherë me thonë Allahumma salli wa sallim ala nabijena Muhammed, fa khuttat anhu ashar al khatia, fa Allah s.a. ja këthen atina 10 salavate. Allahu ja këthen atina 10 salavate. Dhe këtu ka munal pak. Vëllezër të dashur, imagjinoj vetë-vetin tanë me të lavdru Allahu para me laqë. Kur qenë salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, mos mendo se ne jemi duke i bën der Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Mos mendo se ti je të bën një punë të cilët ka nevojë Muhamedi sallallahu alaihi wasallam. Asesi në asnjë mënyrë. Kur çoj salavate mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ti përfiton. Se ti nuk i të i kri punë pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. As nuk ti i bë dënin der pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Se pejgamberi ti ka thënë salavate Allahu subhanahu wa taala. Mjafton vlerë. Mjafton nder për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam. Pastaj melaçet i kanë thënë salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe vazhdojnë me thënë salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Domethën Allahu po i thon salavat, melaçet po i thon salavat, mos mendo ti kur thuj Allahumma salli ala Muhammedin wa ala Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, se je duke i bën der pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Jo vllai dashur, ti ke nevojë për këtë salavat. Ne kemi nevojë për mi thënë salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Ne jemi mëse të nevojshëm. Për këtë tha kush i çon një salavat pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, Allahu ja kthen 10 fish. Ti njerë thu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, Allahu të lavdron 10 herë në qiell për min. Para Gjibrilit, para Mikailit, para Israfilit, para një grumullit madh me laçeve, Allahu 10 herë ta kthen tije. Ti njerë thue o Allah, bekoje Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, Allahu emrin tan 10 herë ta përmin me lel a'la. Në qiell ta përmin emrin. Të lavdron Allahu subhanahu wa taala. A ka mirësi më të mirë se kjo? Edhe nëse të përmenet emri shpesh në qiell, bosh i dashur për melaçet. Edhe emri jot bëhet i dashur për melaçet. Tha Allah e para, çka tham? Një salavat, Allahu 10 po t'i kthejka. E dita, të mshihen 10 gjunohe. Të mshihen 10 gjunohe dhe e ngrit shkallën tonë në xhenet. Për 10 shkallë gjitesh përpjet në xhenet. E treta, me çu salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, është sebeb i fortë, është kas i madh që Allah azza wa jall me t'i largue brengat, telashet, problemet, ngajlet, edhe gjithë çfarë posedon. Është interesant se kur çesh salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, i ki di dobi. Allah azza wa jall ta hik dertin e kësaj dunjos, galet e kësaj dunjos, problemet e kësaj dunjos, telashet e kësaj bote, ama të njëjtën kohë ti largon edhe galet e ahiretit. Edhe galet e ahiretit ti largon. Transmetohet nga Ubej ibn Ka'bi se shkoi te pejgamberi sallallahu alaihi wasallam dhe po i thot: "O i dërguari i Allahut." Ubej po i thot Muhamedit sallallahu alaihi wasallam: "O i dërguari i Allahut, unë çoj shpesh salavate. Çoj shumë salavate tije. Kur baj dua, tha sa të baj prej duos, domethënë kur ta ndoj duan në pjesë, për shembull minuta, 5 minuta sa të baj dua, një pjesë duos e baj salavate. Tha ata baj 1/4. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha mirë është, ama nëse do shto. Tha atëherë o i dërguari i Allahut, ka me bëhe 1/3. Tha nëse don mirë është, elhamdulillah, bukur, ama nëse do shto. Tha atëherë, tha ka me bëhe 1/2 që i bjen gjysën e duos. Nëse 10 minuta ka buto, 5 minuta ka thonë Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Thash bukur është, mirë është, ama nëse do tha shtoje. Tha atëherë tan duon ka me bëhe
salavate. Kohën çka unë e marr me lutë Allahun për dobit e mia, tha unë ketë ka me çu salavate mbi tije. Ketë salavate ka me çu. Tha nëse e ban këta, tha idhan tukfa hammuk wa yukfaru dhanbuk. Tha nëse ti e ban çket, Allahu ka me t'i largu brengat. Këto janë të mirë të kësaj dunjos. Ki brenga borxhi, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki brenga që familja nuk është e udhëzuar, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki brenga se nuk hec diçka në këtë botë, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki brenga që nuk shërohesh, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki telash të jetës, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Është garancë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam që Allahu ka me t'i largu çdo telash dhe breng. Për çka brengosesh? Je i smund, brengosesh për shërimin, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki probleme me serin, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ki probleme me vladin, që salavate me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Garancë për Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ka thonë, idhen tukfa hammuk, thatë mjaft Allahu ka me bon për hatër salavatit, ka me t'i largu brengat e dunjos. Çka ki gajle në këtë dunjo, Allah e merr përsipër me t'i largue. Edhe kjo është muxherrat. Vllazësh për shkak të kohës, lirisht mund më acek për mëse 100 raste, 200 raste që kur kanë thënë salavatin me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam, çish sebeb ka qenë salavati, njëri të më la borxhin, tjetër më shëruaj kështu me radhë, kështu me radhë. Praktik ti testime kur është problem sihrit. Vallahi vllazësh ka raste njerëz të cilët janë shëruar vetëm me salavat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam. Ka qenë salavat 1000 herë, 2000 herë, 3000 herë, sa shnal, non stop salavat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam edhe ka ardhur shërimi. Kjo ke e treta, pra me çu salavat me pejgamberin sallallahu alajhi wasallam ti largoj ka gojlet e kësaj dunjos. Po të ahiretit e ki gojlet siratin, i ki gojlet gjunohet, e ki gojlet xhenemin. Jo ka thonë, idha yukfaru laka dhanbuk. Fa Allah ti fal gjunohet. E kur ti fal Allah azza wa gjunohet. A ki gojle në ahiret? A ki mërzim në ahiret? Pra salavatet për pejgamberit sallallahu alajhi wasallam janë të dobishme në këtë dunjë dhe të dobishme në ahiret. I kemi dimërsi, i thithmi ditë mira, edhe në dunjë, edhe në ahiret. Pastaj vëllezër është sebeb me meritu shefatin e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam. Vëllezër të dashur, shefati pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është ndërmjetësim ditën e gjykimit, ku Muhamedi sallallahu alajhi wasallam ka më ndërmjetësuar te Allahu për shumë lloj njerëzish. Janë 8 lloje shefatit. 8 lloje shefatit, e më e rëndësishme është shefati Muhamedit sallallahu alajhi wasallam ku do ndërmjetëson tek Allahu azza xal për një pjesë të umetit vet të cilët janë gjunaqar, kanë mëkate apo nuk arrin me hin xhenet, apo do t'ja çon shkallët më lart në xhenet. Ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, kush më qënë 10 salavatën sabah, kush i qënë 10 salavatën sabah dhe 10 salavatën në aksham, faze bi shefaati, tha e ka meritu, e ka fitu shefatin të. Shefati Muhamedit sallallahu alajhi wasallam, gjithë jemi nevojtar, gjithë jemi nevojtar për shefatin e Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Lusë Allah në zoqe që t'jemi pjesë e shefatit Muhamedit sallallahu alajhi wasallam. Andaj nëse e donë që këta, që këtë shefat që ti për ti me ndërmjetësu Muhamedi sallallahu alaihi wasallam tek Allahu, atëre çoj 10 salavatën sabah dhe 10 në akşam. Ditën e gjykimit, vëllezër të dashur, do të ringjallemi gjithë umetet prej të Ademi alayhis salam dhe deri tek i fundit. Mirë po di grup njerëzish do t'jenë ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Një grup njerëzish do t'jenë ofër pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. E nëse don me qenë ofër Muhamedit sallallahu alaihi wasallam ditën e gjykimit, kur dalmi para Allahut subhanahu wa taala, që ta shosh pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, ta meritosh shefatin e tina, që salavatën me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka thon pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, hadithin e transmeton Abdullah ibn Mas'ud, tha awla an-nasi bi yawm al-qiyamah aktharuhum alayya salatan. Tha njerëzit më afër mu ditën e gjykimit, njerëzit më afër mu, apo njerëzit të cilët do të përfitojnë më shumë ti prej mu ditës gjykimit, janë ato njerëzit të cilët kanë thënë më shumë ti salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Edhe një send shumë i rëndësishëm. Do të them prej dobive të salavatit që vëllezërit të dashur ne kur çena salavate,
në shtëpitë tona, në jenë shkup, thu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed, çket salavat e morin me laçt. Dhe dërgojnë tek pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Pra emri jot, emri jem, i lexohet Muhammedit sallallahu alaihi wasallam dhe i thotë: o Muhammed, të ka thënë selam filoni sot. Të ka thënë selam filoni. A ka kënaqësi më të madhe? A ka mirësi më të madhe që emri jot mu lexohen prezencën e Muhammedit sallallahu alaihi wasallam, apo më ndëgju Muhammedit sallallahu alaihi wasallam emrin tim dhe emrin tan? Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, në qëni salavat e muëm, e veçanti ditën e gjëmo, natën e gjëmo dhe ditën e gjëmo, qëni salavat e mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, qëni mbi mu salavat e shumë. Fa inne, se salavatet e juve lexohen prezencë teme. Me një hadith tjetër është që Allahu ja kthen shpirtin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja kthen shpirtin Muhammedit sallallahu alaihi wasallam kur i çon dikur salavat. Allahu ja kthen shpirtin dhe pejgamberit sallallahu alaihi wasallam ja kthen selamin. Tu ne i thu Allahumma salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammed. Çka bëhet? Shkon selami te Muhammedit sallallahu alaihi wasallam. Allahu ja kthen shpirtin edhe i them melaçet, ato çu selam filoni. Muhammedi sallallahu alaihi wasallam thotë aleikum selam. Ato të përshëndet filoni. Ja kthen Muhammedi sallallahu alaihi wasallam përshëndetjen. Vëllezër të dashur, edhe do të më pas e parasysh, nëse përmendet pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, këtë do të më çu salavat. Do të më mësu gjuhën. Si të përmendet Muhammed, ti thuaj sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Si të përmendet, ka thon Muhamedi sallallahu alaihi wasallam, ti me gjuhën tonë dush me thon sallallahu alaihi wasallam. Pse? Atayatin ala janana. Apo? Atayatun Atayatu lillahi wa salawatu wa tayyibatu. Çka thëna? Ashhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadun Rasulullah. Apo? Masi e përmina Muhammedin sallallahu alaihi wasallam në tejate. Çka lexojna? Allahumma salli ala Muhammad. U përmend Muhammedi sallallahu alaihi wasallam. Namaz, në ibadetin më të dashur të Allah, u përmend Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, ço salavat. A mos fuli jashtë. Si të përmendet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, mësoj e veshin tanë çdo herë me Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Pastaj një ndër dobit të cilat i kemi nëse qenë salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çdo dua ku nuk përmendet Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, shanset për mu pranu janë të pakta. Nëse përmendet çohet salavat me pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, shanset për mu pranu janë të mëdha. Se emri është i bereqetshëm. E niti pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, një njeri duke bëu dua, nuk çoj salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, çfarë i tha? Tha haç këtu. Edhe një herë tha nëse don me tu pranu duaja, ço salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam. Ka dhe shumë dobi, po për shkak të kohës se Usejiti më tha dje e ki zgatë shumë hoxha, e sot me çikaç e mbarojna. 20 minuta sa dusha Usejiti. Allah e shpërbleft, Allah nderoft, lusna Allah në azza që na bën për atyre të cilët çojnë salavatën mbi pejgamberin sallallahu alaihi wasallam dhe me gjithë ato të cilët e ndjekin dhe pasojnë deri ditën e gjykimit.